40 ditët e Kreshmës Madhe teknikisht kanë përfunduar të premte në darkë, si thotë edhe tropari, mbasi përmbushëm 40 ditët, dhe kisha bën një ndalesë. E kemi 2 festa shumë të mëdha, festivale të mëdha të krishtërimit, për të filluar javën e madhe, ku Kreshma bëhet akoma më e fortë dhe ku përjetimi i gjithë veprës shpërndimtare të Zotit nëpërmjet mësimit, kryqëzimit dhe ngjalljes së tij bëhet më intensive. E në këto 2 ditë kisha na kujtone për diçka shumë të rëndësishme. Të shtunën e Lazarit na kujtoi për ngjalljen. E ngjallja e Lazarit ishte një profeci në veprim. Duke ngjallur Lazarin, Zoti tregoi jo vetëm thjesht ngjalljen e tij, por ngjalljen e të gjithëve. E një ditë të gjithë ne do përballemi me këtë gjë. E kisha na thret ne që të marrim seriozisht këtë gjë, sepse në kish ndodh diçka që e ka përcen arsye njerëzore, siç thotë dhe thënia e famshme në kishën ortodokse, që Perëndia qëndron përmbi arsyen, po jo jashtë arsyes. Ka shpjegim, po e ka përcen shpjegimin tonë njerëzor. Ju e keni dëgjuar në festat e mëdha përsëritet diçka. Sot ngjallet Lazari, sot vjen Krishti, sot lindi Krishti. Çfarë duhet të thonë këto kur kisha thot sot? Pikërisht thot thelbin e shërbesës dhe mistereve të kishës ortodokse, sepse çdo gjë që prek Zoti nuk ndalet vetëm thjesht në historinë. Ne e dimë që këto janë ngjarje historike 2000 vjet më parë, por çdo gjë që ka prekur Perëndia e bën të tanishme. Do të thotë që ne kemi mundësinë që ta përjetojmë atë gjë, nëse realisht përqendrohemi në shërbesat tona. Kisha kërkon nga gjithë secili nga ne që ta përjetojë këtë gjë, sepse nëse nuk e përjetojmë këtë jetë, nuk do jemi në gjendje ta bëjmë në jetën që do vi. Prandaj dhe ngjallja, që është thelbi i krishtërimit, mbi të cilën është ngrit gjithë krishtërimi, siç thotë dhe Shën Pavli, nëse Krishti nuk u ngjall, atëherë predikimi ynë dhe besimi ynë është i kotë. Ngjallja është themeli i krishtërimit. Ky është lajmi i mirë që solli Zoti për restaurimin tërësor të natyrës njerëzore. Prandaj dhe ngjallja e Lazarit ngjall një shpresë në përjetësinë, sepse për fatin tonë të keq, në kohën moderne, njerëzit e kanë humbur nocionin e përjetësisë. E nëse humbim nocionin e përjetësisë, jeta jonë do shkatërrohet. Nëse ne nuk kemi një destinacion përfundimtar, atëherë çfarë është kuptimi i jetës? Prandaj dhe njerëzit thonë, një jetë kemi, le të hamë, të pimë, të bëjmë qef, dhe harrojnë që kjo nuk është e gjithë jeta që kemi ne. Ndoshta është pjesa më e vogël. Zoti na ka premtuar ne një jetë përjetshme dhe ngjallja pikërisht këtë gjë na thotë. Përgatitemi për jetën e përjetshme. Dhe ungjilli i sotëm, i cili është vazhdim i 2 ditëve festive që ka kisha, që është hyrja triumfale e Krishtit në Jerusalem si mbret, dhe në gjuhën popullore njihet si e djela e dafinës, nga që bekohen edhe dafinët, në tregon disa gjëra shumë të rëndësishme. Unë do të dalem në një pikë përpara se të vim këtë dafinat, kur tregohet historia që nga dashuria e madhe që kishin Lazari, Marta edhe Maria për Krishtin, Maria mori një enë shumë të madhe me mirro, e theu dhe i lau këmbët Krishtit. Edhe me flokët e saj dëndura i fshiu edhe këmbët. Edhe Juda tha, përse u qua dëm gjithë kjo? Mund të ishte shitur për 300 denar e mund të ndihmonim të varfrit. Dhe ungjillori thotë që nuk e thonte sa i donte të kujdese për të varfrit, po sepse ishte një hajdut dhe vjedhte nga arka e përgjithshme që mbante grupi i vogël i Krishtit, sepse ai e mbante qesën e parave. Dhe kjo gjë ndodh shpeshherë edhe sot. Dëgjojmë shumë njerëz ne. I thonë pse harxojnë kaq shumë para për ndërtuar kisha ose për të zbukuruar, le t'ju japin të varfërve. E përgjigja e Krishtit është shumë themelore. I tha, lëreni këtë, thot, grua, thot, sepse këtë e ruajti për varrimin tim. Dhe varfrit do i keni gjithmonë me vete, edhe mund t'i ndihmoni ata. Kur i japim diçka Zotit ne, nuk e heqim të varfërve, po e shtojmë akoma më shumë. Ja ne kemi historinë tonë. U plaçkitën gjithë kishat, u morën gjithë shka që kishte, populli nuk u pasërua, madje u varfërua akoma më shumë, sepse nuk ishte bekimi i Zotit. Nëse do jetë bekimi i Zotit, edhe të varfrit do kenë më shumë. Prandaj dhe zbukurimi i kishave nuk është
për t'i hequr një pjesë parave që mund të jepen të varfërve, po është pikërisht për t'i dhuruar Zotit si shenjë dashurisë sonë për të, kur ne dhurojmë për ikonat, dhurojmë për ndërtimin, dhurojmë për shandanat e gjithçka tjetër, nuk është se po ja heqim të varfërve, po ja japim Perëndis, e duke ja dhënë Perëndis do kemi bekimin, e do kemi akoma dhe më shumë për ndihmuar dhe njerëzit e nevojë. Prandaj kur dëgjoni gjëra të tilla që mund duken të arsyeshme, faktikisht nuk është ai qëllimi. Prandaj edhe ungjillori thotë, ai nuk e tha se kujdese për të varfrit, po sepse ishte husar e donte të vidhte prej tyre. Po tema kryesore e sotme është hyrja e Krishtit në Jerusalem si mbret. Çfarë do thotë kjo për ne sot? Sepse kisha e aktualizon, e vendos në ditën e sotme, jam mbreti, thot, i juaj, thot, po vjen. Kush është ky mbreti i jon? Sepse shpeshherë ne dëgjojmë fjalët e ungjillit, dëgjojmë shpeshherë shpjegime teologjike, por nuk ndalojmë e të meditojmë se çfarë do thonë ata për jetën tonë sot. Sot ajo do thotë pikërisht këtë gjë, që Zoti po vjen për të mbretëruar në zemrat tona. E gjithë secili nga ne duhet ta ekzaminojë zemrën e tij. Ai ka përgatitur një fron për Zotin ai në zemrën e tij. A është pastruar zemra jonë? A është Krishti realisht mbreti ynë, apo ne kemi mbretëri të tjerë? Se nëse ne merremi me gjëra jo të rregullta, kemi lakmi shumë të madhe, duam të fitojmë para pafund, pa përfillur njerëzit e tjerë. Madje shpeshherë njerëzit duke vjedhur, duke mashtruar, përpiqen për gjithçka. Në këtë formë, cilin Zot kemi ne realisht? Nuk kemi Krishtin, po kemi Mamonajin, siç thohet në Ungjil. Nëse Zoti jonë është paraja, nuk mund të jetë dot Krishti. Nëse ne merrem me thashëtheme, me shpifje, me zëmrime, intriga përkundër tjerëve, nuk kemi përgatitur fronin për Krishtin, po kemi përgatitur fronin për të ligun. Dita e sotme na përkujton në këtë gjë, që gjithë secili nga ne të përpiqet ta pastrojë zemrën e tij, e t'i bëjë një fron gati Krishtit, sepse Zoti po qëndron pranë çdo shpirti, siç thotë tek zbulesa, ja tek jam pranë jush, thotë, e do trokas, e kushdo që do e hapi derën, do hyj atje e do banoj tek ajo gjë. Nëse do kemi Krishtin në zemër, gjithçka tjetër nuk është më e rëndësishme. Pasuria më e madhe që mund të ketë njeriu është pikërisht Zoti. Nëse është Zoti brenda shpirtit njeriu, do ketë gëzim. Pa Zotin nuk ka gëzim. E kemi përmendur shpesh herë këtë sepse është shumë e rëndësishme. Nuk mund të ketë dot gëzim për të paudhët, thot profeti Isaia. Nuk ka gëzim aty poshtë e keqja, aty ku është shmëria, zëmrimi, inatet e gjithçka tjetër që lindin nga këto. Nëse ne duhet kemi gëzim, duhet kemi Zotin e paqes brenda shpirtit tonë. Dhe Zoti nuk vjen me trumpeta, edhe me stuhira të mëdha, po vjen në mënyrë të butë. Ja shikoni hyrjen triumfale të Krishtit mbret në Jerusalem, mbi një gomar. Mbretërit e asaj kohe hynin në mënyrë triumfale me qerre, me kuaj të mëdhej dhe me turma shumë të mëdha, ushtarësh e gjithçka tjetër për treguar fuqinë e tyre, ndërsa Zoti vjen si i përulur, pikërisht për të na treguar këtë gjë, që krenaria e largon Zotin nga ne, përulësia e sjell. E ndërsa pendimi, thon etrit e kishës, është trokitja në derën e qiellit, është përulësia ajo që e hap atë gjë. E nëse ne duhet të hapim derën e qiellit në zemrën tonë, duhet jemi të përulur. E përulësia nuk është karikatura e përulësisë, vetëm thjesht shash veten tënde. Përulësia është një njohuri shumë e thellë. E dua ta përsëris shpesh herë diçka që e them. Nëse ne do e njohim mirë veten tonë, jo pseudoveten. Pseudovetja është ajo që mendojmë ne se jemi, ose ajo që dëshirojmë ne që jemi, ose ajo që duan që të tjerët shohin tek ne, po veten reale. Nëse njëri do njohë veten reale, nuk do gjejë asgjë për të qenë krenar. Prandaj dhe shenjtorët ishin të përulur, sepse njihnin veten reale. Njohën që ishin smur, e kërkuan mjekimin. E mjekimi pikërisht janë fjalët e Zotit. Nëse ato fjalë do i marrim e do i vendosim në zemër, ne do shërohemi. E duke u shëruar, jeta jonë do mbushet me dritë edhe me gëzim. Amin.